Mirë mbrëma, e rëndësishme të jetë natë dhe të kesh fikur dritën. Ka njerë që shtuken dhe pastaj ka të tjerë që kthehen. Por problemi nuk është kthimi. Problemi është kur ata kthehen në një formë që nuk është e tyre. Kjo është historia e një fshati të humbur dhe e një njeriu që s'duhet të kishte kaluar pragun e shtëpisë së tij kur më qëndroni me mua. Historia ndodh në Gurdh, një fshat i vogël në veri lindje, i rrethuar nga pyje të vjetra. Asnjë makinë nuk shkon atje. Asnjë turist s'ka shkelur prej viteve 90. Askush nuk ka fotografi moderne të fshatit. Njerëzit e qytetit thonë gjithmonë: Gurdhi nuk është vend për të ngelur natën. Por një ditë në fshat kthehet Klodiani, 38 vjeç, i zhdukur prej 12 vitesh. Ai hyn në fshat natën vonë, me hapa të ngadalshme, sikur sporjen ton trupin e vet. Dritat fiken në tërë shtëpi radhësi kur ai kalon pranë. Qënd ulurin. Fëmijët u futën brenda. Pleqt u mbyllën me shpejtësi. Askush nuk guxoi të flasë. Në shtëpinë e tij, dera e vjetër prej druri ishte gjysmë e hapur, sikur dikush e kishte pritur. Brenda, letre të vjetura në tavolinë të mbuluara me plorë, një gotë e mbushur me ujë, edhe pse askush nuk ka jetuar aty. Një karrige kthyer nga dera, sikur dikush ka qenë ulur duke pritur. Klodiani thret: Ka njëri këtu? Heshtje. Pastaj një zë i zbeh fëmije. Ke ardhur më shpejt këtë herë. Klodiani ngrin. Fëmijët në fshat janë rritur tashmë. Ai s'ka fëmijë. Zëri nuk është i njohur. Ai del jashtë, por fshati është i zbrazë. Të gjitha dritaret mbyllen ngadalë. Njëra pas tjetrës, sikur nuk duan të shohin çfarë do të ndodhë. Kujtimet e çara. Klodiani fillon të kujtoj copë Zangazhdukja. Një ur druri, shumë mjegull, një dritare e bardhë në pyll, një qeshje fëmije, një dorë e ftohtë që tërheq. Por çdo kujtim ndërpritet nga një zhurmë e mprehtë në kokë, sikur dikush ja pret mendimin. Në fshat qarkullon lajmi. Kthehet ai që nuk duhet të ishte kthyer. Pleqt flasin mes tyre, por me frikë. Njëri thot: Në Gurdh, kush duket, nuk kthehet mos i njeri. Natën e parë, Klodiani dëgjon trokitjen e gjitare. E hap, s'ka njeri. Por gjurmë të vogle fëmije janë në baltë që shkojnë drejt pyllit. Ai hedh sytë dhe sheh një figurë të vogël mes pemëve, shumë e palëvizshme, si siluetë. Por sa po ai mbyll dritaren, dëgjon përsëri trokitje. Por tani trokitja është nga brenda. Në mur shfaqet një hije e shkurtër, është rëmbur, që vrapon drejt korridorit. Klodiani mërshim thellë dhe thot: S'ka njeri këtu, thjesht jam lodhur. Por zëri një fëmije i përgjigjet: Nuk je vetëm, nuk e qenë asnjëherë. Klodiani shkon tek plaku i fshatit, Nasi. Nasi e sheh në sy, të friksuar dhe i thot: Klodian, ti u shtuken në mbrëmjen e 14 majit, po atë natë edhe një djalë 8 vjeçar humbi në pyll.
Nëna e tij vdiq nga marazi. Askush nuk u gjet, por tani i kthyer vetëm ti. Pse? Klodiani nuk ka përgjigje. Por Nasi shikon nga afër dhe i thot në vesh: "Vija po syrit tënd nuk është vijë njerëzore. Është diçka tjetër." Ai prek fytyrën dhe ndihen një vijë të ftohtë, si metal. Klodiani futet në pyll për të kërkuar përgjigje. Aty, ajri është shumë i ftohtë se normalisht. Pylli është i qetë, shumë i qetë. As zogj, as erë, as insekte. Dhe pastaj zbulon diçka. Në trunjët e pemëve janë gdhëndur emra. Emra fëmijësh të zhdukur gjatë 70 viteve. Dhe poshtë tyre është gdhëndur emri Klodianit. Më datë 14 maj 2011. Ai prek trungun dhe dëgjon një përshpëritje shumë pranë veshit. Nuk duhet të ishe kthyer vetëm. Klodiani kthehet në shtëpi. Gjën pasqyrën e thyer. Dhe mbi të ka një fjali të shkruar me baltë. Ku e le? Pse u ktheve vetëm? Ai ishte vete në pasqyrën e thyer. Por për një sekond, një fragment i pasqyrës tregon një fëmijë të 8 vjeçar në vendin e tij. Flokë të zinj, sytë e gjerë, faqet e vrara nga ftohti. Një fëmijë që Klodiani nuk i njeh. Por fëmia thot me buzë që lëvizin në heshtje: "Ti më premtove se nuk do më lije vetëm në pyll." Nata e fundit, fshatarët dëgjojnë britma nga shtëpia e Klodianit, derisa britmat ndalen papritur. Kur hynë në mëngjes, e gjën shtëpinë mboshur. Vetëm një karrige e kthyer nga dera, një gotë me ujë dhe një fotografi e vjetër që s'ka qenë aty më parë. Në foto, Klodiani 26 vjeç dhe pranë tij një djalë të 8 vjeçar, të kapur dorë për dorë. Poshtë fotografisë shkruan: "Këtë herë u kthyem të dy." Fshatarët nuk e panë më Klodianin, as djalin, as tërkidit nuk u dëgjuan më. Gurthi heshti, por rrëfehet vetëm një gjë: kur dikush kthehet nga pylli, duhet të shohim mirë kë saktësisht kemi para nesh.